Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio ka njoftuar pezullime vizash për zyrtar të ndryshëm në të gjithë botën. Ai ka njoftuar në rrjetet sociale se do të ketë një politikë të re vizash për të huajt që janë bashkëpunëtorë në censurimin e amerikanëve. Në një postim në X, Rubio tha se ata lider dhe zyrtar që ndërmarrin masa ndaj shtetasve amerikanë në vendet e tyre për reagime të ndryshme që ata kanë bërë publikisht, nuk do të shkelin në SBA. Me pak fjalë, kushdo që sulmon, intimidon, kërcënon dhe godet amerikanët, shpallet I padëshiruar. Për një kohë shumë të gjatë amerikanët janë gjobitur, ngacmuar dhe madje akuzuar nga autoritetet e huaja për ushtrimin e të drejtave të tyre të lirisë së fjalës. Sot po njoftoi një politikë të re të kufizimit të vizave që do zbatohet për zyrtarët e huaj dhe personat që janë bashkëpunëtorë në censurimin e amerikanëve. Liria e fjalës është thelbësore për mënyrën amerikane të jetesës, një drejtë e lindur mbi të cilën qeveritë e huaja nuk kanë autoritet. Të huajt që punojnë për të minuar të drejtat e amerikanëve nuk duhet të gëzojnë privilegjin e udhëtimit në vendin tonë, qoftë në Amerikën Latine, Evropë apo gjithë kë. Ditët e trajtimit masiv për ata që punojnë për të minuar të drejtat e amerikanëve kanë mbaruar, shkruan ai. Interesant është fakti se Rubio në postimin e tij përmend edhe Evropën. Mos harrojmë se në Shqipëri shpeshherë shumë politikanë kanë sulmuar diplomatët amerikanë, por jo vetëm. Sali Berisha, Ilir Meta dhe besnikët e tyre nuk kanë lënë gjë pa thënë për Yuri Kim, Donald Lu dhe diplomatë të tjerë, po ashtu edhe deputet pranë tyre kanë sulmuar ambasadën amerikane, por jo vetëm, në mënyrë frontale. Sipas skemës së re, të gjithë ata që merren me amerikanët të harrojnë udhëtimin në SBA.